Përplas me Muhamet Alabar në Tiranë, kur këta po inauguronin të stadiumi, pikërisht projektin për grabitjen e portit Durrësit. Bashkë me qytetarë Durrësit, kryesisht nga të rinj, ishim një pankartë në dorë ku thonim Hands off Durrës Harbor, mbaj duart larg nga porti i Durrësit. Dhe Alabar, me që ne i prishëm festën mondane, se kishte ftu piktor dhe artistë famshëm e tjerë, që do të grabiznin portin e Durrësit, na tha, më leni protestat dhe pankartat, tha, hajde të pini në i çaj dhe në i kafe brenda. Dhe ne patëm diskutime shumë të ashpra me të. Hello, you can read this, please? Yes, you can read. Service tea or coffee or water. Thank you. No, thank you. Coffee, water. Thank you, Mr. Alabar, but We just want our land back. Ishim ndërprerje nga zoti Alabar, me sa duket është i shqetësuar nga prezenca jonë totalisht pajësore. Dhe kërkon që ta kalojmë me shaka këtë situatë. Ne nuk mund të shitemi as me kafe, as me ujë. E kemi zakon që ta mirëpresim mikun, është i mirëpritur në Shqipëri, zoti Alabar, por nuk është i mirëpritur në portin e Durrësit, për të na grabitur një nga pasuritë që na bëjnë neve perëndimor, pra larg duart nga Dyrrau. Muhamet Alabar është simboli i grabitjes portit të Durrësit. Dhe unë e kam të kundërshtuar dhe portin e Durrësit. Kjo është thirrje edhe për qytetarët durrësat.